Kjo rrugë e dëmtuar në qytetin e Lezhës është rikonstruktuar vetëm pak vite më parë, por gropat janë rikthyer sërish. Të tilla janë disa në këtë qytet dhe pothuajse të gjitha i përkas ndërhyrjeve infrastrukturore të kryera nga kjo njësi vendore në 4 vitet e fundit. Për të mbuluar këto gropa, ndërmarrja e shërbimeve gjen një mënyrë krejt origjinale dhe unike. Në vend të cakullit apo asfaltit, përdorimi i inerteve, kryesisht tulla të thyera, është gjetja më signifikative. Vetëm pak vite nga rikonstruksioni i tyre, rrugët e qytetit e Lezhës janë dëmtuar sërish. Gropat e mëdha janë hapur në shumë akse rrugore, ndërsa si për ironit e fatit, bashkia e këtij qyteti ka nisur të mbush ata me inerte. Punojësit e ndërmarrjes së shërbimeve pranë bashkisë Lezhë munduan këto tulla të thyera duke mbushur gropat vetëm 2 ditë më parë, por për dëmtimet që lën ato tek automjetet, askush nuk mban përgjegjësi, e njëkohësisht duke mos respektuar e drejta e sigurisë në lëvizje. Ndonse do të duheshin vetëm pak fonde për të siguruar të paktën cakull dhe sistemuar këtë rrugë me gropa, Bashkia e Lezhës krijon më tepër shqetësim për drejtuesit e mjeteve.